është edhe tek ata. Ndërkohë, pak javë më herët, këtu e pata Kurtin, kryeministrin e Republikës, ai thotë se ata friksohen, opozitarët friksohen nga lista serbe dhe Beogradit që dalin dhe ta flasin të vërtetën, ndërkohë që thotë unë, po e citoj atë, thotë në vazhdimsi kam tentuar ta bëj dialogun e brendshëm dhe këtë e kam bërë prapa kuintave. Dhe këtë thotë se do ta bëj përsëri tani haptazi në këtë situatë. Nuk e di nëse e ke parë këtë. Absolutisht, edhe jam të pajtu, por një send ekziston. Çka e kam bo une? Çka e kemi bo ne si shtet? Ti e ke bërë për arsye se ti ke Çka e ka bo kryeministri ynë si shtet? Tani për hir të dialogut edhe debatit, çfarë ka bërë ai, ose si koncept qeverisja, është në një situatë kur veri u ka qenë peng i Radojqiqit edhe i bandave kriminale, ai ka marrë masa policore dhe sigurisë po e quaj, dhe i ka hequr këto banda kriminale, edhe veriu më nuk operon në urdhrat e Radojqiqit dhe Radojqiqave. Dhe kjo besoj që është një sukses, dhe kjo besoj që është edhe mirëseardhje edhe për komunitetin lokal në veri të vendit, apo jo? E kemi dy sendet. E kemi insistu për rendin dhe ligjin. Po. Edhe rregull është. Tash e kemi kryetarat e re në për komunat. Por e kemi jo instalu, e kemi implementu edhe institucionat nacionale, që do me thonë Republike e Shtetit të Kosovës. Edhe çka e kemi ndru në momentin kur e kanë erdhë kryetarat e komunave në përveriu e vendit. Asgjë nuk është ndryshuar, sepse secili vendim është i monitoruar edhe është nën kontroll e institucionat qendrore, që do me thonë institucionat republike. Brenda e komunitetit kosovarve. Tash, kjo është një shpallje edhe fallba